Profesor Martini, një fitore më të vërtet emocionuese, kur vjen në fund është edhe më e bukur, shijon më tepër. Neshë që e dishim se është neshë jashtëzakonisht e fortë. Partizani në rritje, ne që vishim mas të rezultateve pa fitore, neshë që u doshin pikë, neshë që u kallëzum shumë pjekun, u kallëzum shumë të meqëm, blame disa hapësina në pjesën e parë, i rregullume në pjesë dytë. Thjesht me fol për lojën kur fiton neshën, duket sikur kemi bërë një gjatë molle, po thjesht kena marrë 3 pikë që do të na shërbejnë për të ardhmen. Profesor Dodaj që vjen nga Stoli edhe shënon 2 gola e fitoren, se sa i kënaqur me atë. Po diskutohet, nuk diskutohet. Sot po ta vëni re, edhe Doda dhe Bismarku ishin të dy, kishin vendosur me lujt me një sistem tjetër, duke pas parasysh edhe mënyrën e lojës Partizanit. Na doli me sukses, kur dalin me sukses quhen që jena trajnerët mëdhej edhe kështu, po është meritë e djemve, banen me përbërkëmëri ata që kishin bërë gjithë javën, fitunen, bravo qoftë. Profesor, ndruat disa herë me dulin e lojës gjatë ndeshjes, ju vuri në vështirësi kusha sintetike apo pse gjithë këto? Problem madh, jo, nuk është vetëm ajo. Tentum duke lexuar lojën, tentum si ta dëmtoshin Partizanin pjesën e dytë. Kështu që edhe po të shihni ndrrimin ose ndrrimin e modulit lojës, kemi bërë shumë për fazën sulmuese për më arrit goli. E fal zotit e arritme, jemi të gëzuar, kemi ndeshje të mërkurën me kam tokë sepse kemi gjysmëfinale. Martini edhe me Partizanin asnjë pikë e lën, asnjë humbje e psuar këtë sezon. Duket që me skuadrat pretendente vllaznia luajnë mirë, por vuan në skuadrat e fundit të ndinit. Edhe kjo çndron, megjithatë tashmë janë edhe 6 finale, nuk duhet të shohim kë kemi përballë, duhet marrim 3 pikë, duhet jemi serioz kundër çdo skuadre. Jo kam thënë edhe disa intervista përpara, atëherë kur ti më ndan më të lehtë del më vështirë, atëherë kur më ndan më vështirë del më lehtë, gjitha skuadrat janë aty, kështu që duhet koncentrim. Kjo fitore sot në kampionat patjetër jep optimizëm edhe për Kupën e Shqipërisë, kur mërkuar një përsëri në kryeqytet përballë Dinamos. Jo, ne kemi hi kur kemi për të dy trofet. Normalisht është mundi i madh, janë energji të humuna shumë. Thash edhe sot ishim racional duke lënë bekimin, duke diskutuar që mes minutës 60 do delte jashtë për Milan vendin Bismarck për me rujt edhe forcat të neshën e të mërkurës. Kështu që të dy janë lojë, të dyja tentojmë mi marr. Inshallah është edhe Zoti më inshallah i marr. Profesor, shumë komente, shumë zhurmë para ndeshjes në kampin e vllaznisë. Çfarë ka ndodhur, ka diçka të vërtetë apo janë zëra dhe pse gjitha këto probleme duhet dalin në pa? Ata janë gjëra që, domethënë kur kam qenë futbollist mund të ngënol 200 herë, një incident krejt i vogël, po dikush ka qef me kap në vend pune, dikush ka qef me lënë kështu sikur po napin në lajm bombastik. Janë gjëra që ndodhin për ditë, i ftoj do t'i kallëzojmë nëse dikush thosh ka qef për këta lajme, edhe do t'i sajojmë, edhe do ta ndihmojmë atë person që i ka çu, do t'i bëjmë sikur po grihen, as sikur po rrana, sepse ndoshta bëjmë bamirësi, i rregullojmë në vend pune tek uji. Në tribunën VIP, një pjesë e tifozëve kuqe blu e konsideruan këtë fitore dhe një fitore për festën e pashve. Heroj gjithë besimtar katolik kudo që janë, tanë Shkodrën, tanë Shmin, gëzuar, marsi, Zoti bif marsi në shtëpitë e tyre. Kjo fitore për kë shkon sipas Martinit? Po kjo shkan për gjitha ciklet që po kalon familja jeme, shokët e mi, miqtë e mi, po tonë qytetin e Shkodrës që e di pavarësisht se si takoj me ata që ka i di që i kam as vetit për çdo ditë.